se sa përqind pastaj du të analizuar ku shkon zonja Osmani, çfarë fushate bën zonja Osmani, kë ka mbrapa zonja Osmani. Diskutimet pak a shumë, po na japin kuptojmë se ka do shkojë zonja Osmani. Nëse zonja Osmani shkon në LDK, ne nuk do të muara për asnjë moment që nga 2021, apo 2025 me 28 dhjetor, kur u mendua që këta janë bashkë, do të thotë zotëri Kurti zonja Osmani, ka qenë elektorat, të theksoj dhe ritheksoj, ka qenë elektorati i LDK-s i cili ka derivu televizjave të vendosje, të cilët zonjën Osmani kanë pa të përjashtuar nga Lidhja Demokratike të Kosovës dhe si një figurë e cila është dashur, është përfaqësuar nga ky elektorat dhe shkojnë në lëvizjen vetëvendosje. Kanë kaluar 5 vite tashmë. Asnjë siguri nuk ka askush me mendu, nëse po ky elektorat 100% mund të kthehet prapë aty në bazë ku ka qenë në këtë në LDK. E para. E dyta, ka rëndësi narrativa dhe propaganda që është duke bërë. Në momentin që dekreti i presidentës kishte dalë me shkronja të mëdha që ka pasur të drejtë, zonja Osmani do kishte fuqi shumë më të madhe se tani, kur është duke u punuar në një narrativ tjetër e cila nuk është e saktë. Prandaj për tekste sonte, sikur dekreti i presidentës ishte inatçor, kështu të deklaratat, ishte inatçor, dekreti i presidentës ishte do të thotë jo i kalkuluar mirë në aspekt institucional, po vetëm politik, e të je. Kështu e tha gjykata kushtetuese. Nuk e tha gjykata, ne thamë në fillim të emisionit, nuk e tha gjykata, nuk tha që u çu mëngjes, zonja Osmani. Nuk tha që u çu mëngjes, po tha që nuk ka asnjë efekt juridik. Nuk ka efekt juridik dhe thash, kjo lëvizja vetëvendosje po din ta përdor mirë. Po e them shpesh, po din ta përdor mirë. Dhe zonja Osmani edhe opozita në këtë rast LDK nuk janë të ditë me përdor. Po ta them shumë sinqerisht. Dhe kjo konvertohet në vota. Si të duhet ta përdorni nëse si janë. Po shife, po ti nxjerrin ato storjet dhe deklaratat e zotit Kurtit, zotit Ekuran Murati, të zonjës Nagafsit, të zonjës Albulina Haxhiu, të cilët deri me datën 3 mars thonin që në qoftë se nuk zgjidhet presidentja me 5 mars, shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Më fal që ndërprej. Sipas nenit kaq, për të cilën zonja Osmani çat nenu bazua dhe kjo kur e nxorri dekretin të nesërmën. Këtë mjaftonin, asnjë nuk e nxjerr. A vlen ajo që ka thënë Kurti, Murati e të tjerë apo gjykimi i gjykatës kushtetuese? Po dëgjom, nëse këta kanë pas një mendim, këtu dua dal. Nëse ka qenë njëta mendësi, si e Kurtit, si Osmani, dhe me datë 5 dhe me datë 6 e 7, zonja Osmani nxorri këtë dekret, atëherë po i vjen që njëjtë pas kanë qenë. Vetëm gjykata e kthjelli këta dy. Do të thotë se ne pas me 2 krerër, të cilët s'pedi kanë se çish po funksionoi ka kushtetuta. Dhe gjykata po i ka dhënë që pas që janë gabim. Dhe gjykata është ata. Dëgjoj, unë standardet dyfishta jashtëzakonisht domethënë mundohem që ti injoroj sepse nëse do të thotë kjo gjykatë kishte nxjerrë dekret në favor të zotit Kurtit, gjykata është e mirë. Në momentin që kjo gjykatë nuk po nxjerr në favor të zotit Kurtit, kjo gjykatë ka por korruptive ande këteje me emra me mbiemra me familje me krejt emrat e gjyqtarëve po i nxjerrin se kush më shumë e kush më pak është më pak institucionalist apo më i korruptuar. Këto standarde janë, s'pi them unë, i thojnë ata. Andaj po them që tash mvaret edhe fushata zonës Osmani. Këta 5 vjet kanë bashkëjetuar siç përqum kjo martesa pa bashkëjetesë politike. Sigurisht që një moment i mirë për ndarje. Dhe për 5 vite, unë jam e bindur, për 5 vite të kësaj bashkëjetese politike, po, pikërisht, 5 vitet e bashkëjetesës politike zotit Kurti dhe Osmani, takimet e tyre që kanë qenë, sigurisht kanë edhe ato sekretet e mundshme të bisedimeve që kanë pasur. Do dalin në sekretet. E thasht, ka shumë rëndësi në këtë fushat çka po nxjerrin e çka përprodhojnë. Dhe sa po shiten. Le ta shohim.